Me vendim të Këshillit të Ministrave do të japet aplikacioni TikTok në Shqipëri. Vendimi vjen afro një vit pas bllokimit të TikTok. Në vendimin thuhet se Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim me entet rregullatore të fushës, ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e heqjes së masave për ndërprerjen e aksesit të kësaj platforme, duke respektuar dhe dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje me legjislacionin në fuqi në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe autoritetet rregullatore sektoriale për zbatimin e këtij vendimi vijohet mëtej. Qeveria vendosi të mbyll TikTokun me arsyetimin se ka nxitur dhunën mes adoleshentëve pas vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani nga bashkëmoshatari i tij. Ndërkaq, një pjesë e partive opozitare pretenduan se masa lidhej me zgjedhjet e ardhshme parlamentare që u mbajtën më 11 maj.